Vllaznia në futboll për vajza U17 sapo shpall kampione e Shqipërisë duke mundur në finale ekipin e Konu Studios me penallti. Ferdinand Jaku ishte i pranishëm në këtë ambient kaq festiv, edhe për një fakt të veçantë sepse trajneri e kësaj skuadre është vajza juaj, Ferdi, urime. Urime për trajnerin Paula Jaku, urime për vllaznin, por në veçantë edhe për vajzën tuaj që një pjesë të madhe të kontributit keni edhe ju në formimin e saj. Ju falenderoj, me të vërtetë është një emocion dhe kënaqësi e veçantë. Ndoshta kur shikon atë që ti kemi në vite, pra futbollin femër në rritje, aq më tepër vajzën Timi Paulën të rrëbej tashmë një trofe si trajnere, që nuk është trofeu i parë tash. Normalisht është emocion i veçantë, por kur shikon që edhe në një pjesë këtyre vajzave janë të dalur nga Akademia e Jubanit, pasi ne tashmë kemi një bashkëpunim me vllaznin, ku ne rrisim baza dhe i kalojmë tek vllaznia, pra një marrëveshje me dhe presidentit Lazar Matia. Unë du t'i përgëzoj gjithë për mënyrën e organizimit, për bashkëpunimin që kishin dhe kjo fitore normalisht na emocionoi pa mas. Dhe sot në fushën e lojës tek formacioni i vllaznisë kishte vajza nga Jubani, nga ekipi tuaj. E theksova pak më parë që fal një bashkëpunimi që kemi me vllaznin dhe me presidentin Lazar Matia, janë vajzat që rritin nga Akademia e Jubanit, aderojnë tek ekipi i vllaznisë. Kjo është një kënaqësi, pasi ne vazhdojmë të japim kontributin tonë në futbollin e femrave përsëri. Ferdi, vllaznia kampione, natyrisht e keni shijuar të suksesit gjithë pjesëtarët që kishin udhëtuar nga Shkodra këtu në kryeqytet. Po ndërkohë patyshim i kënaqur dhe i lumtur, krenar për vajzën tuaj për parën që po vazhdon traditën e familjes Jaku. Normalisht krenaria është e ligjshme tash edhe në këtë stad, por tash nuk është trofeu i parë në fakt që Pavla merr në këtë periudhë, mund të jetë i treti, pasi një trofe me përfaqësuesin rajonale të Shkodrës, një me vllaznin të rritur si zënës trajnere dhe tashmë si trajnere. Është një kënaqësi, një emocion i papamundur kur vajzën tash në këtë pozicion dhe në këtë sukses. Mësova dhe nga pjesëtarët e skuadrës që babai i trajneres Paula Jaku në rast fitore i kishte premtuar një premio Paulës, për çfarë bëhet fjalë? Ndonjë udhtim turistik apo diçka? Normalisht janë edhe një farë mënyrë gjetje për të motivuar ose për të dhënë dhe ato emocione që ato vlerësimet që i meriton. Kemi bërë një muhabet që do i dhuroj një dhuratë për këtë fitore. Në rëndësishme është jeni të gëzuar të gjithë si familja Jaku dhe sidomos vllaznia. Urime për këtë sukses në emrin të kontributit familjes Jaku. Sukses në vllaznisë.